arkivat janë gardian të trashëgimisë dokumentare. Kjo lloj trashëgimie është një testament themelor i kulturës dhe i kujtesës sonë historike, që duhet të transmetohet brezave të ardhshëm në gjendjen më të mirë të mundshme. E para, ligji; e dyta, strategjia; e treta, kushtet e punës; e katërta, digitalizimi masiv; e pesta, qasja dhe menaxhimi elektronik materialin arkivor; dhe e gjashta, struktura e re me më shumë profesionistë. Pra, në këtë edicion të radhës javës arkivit të hapur, në emër të qeverisë sonë gjejmë rastin të theksojmë faktin se sikurse rrjetin e institucioneve të kulturës, e të trashëgimisë kulturore, të bibliotekave, muzeve, teatrove, kinemave, edhe arkivave u kemi kthyer edhe vëmendjen edhe dinjitetin që meritojnë, sepse u kemi kthyer investimet e gjithanshme, jo vetëm infrastrukturore, të mbështetja e qeverisë sonë, jo vetëm që do të vazhdoj, por edhe do të rritet. Arkivi i Kosovës në 15 vite, në mungesë të kushteve për me përkushtim të jashtëzakonshëm të stafit të brendshëm, kishte digitalizuar afër 1.090.000 dokumente arkivore. Vetëm në vitin 2024, pasi filluam realizimin e projektit të digitalizimit masiv, ne kemi digitalizuar 2.5 milion dokumente, ndërsa pa përfunduar ende tërmëjori pari vitit 2025, këtij 3.6 milion që të digitalizuar tashmë, i është shtuar edhe 1 milion tjetër, duke na ofruar kështu me numrin prej 5 milion dokumentesh në regjistrin tonë digital, apo e shprehur në përqindje të materialit arkivor që kemi në regjistrat inventarit hyrës, mbi 7% e sasisë së përgjithshme. Për të sqaruar trendin, Kosova ka qenë në fundit në rajon sa i përket digitalizimit materialit arkivor, ku në këto vende kjo përqindje varion ndërmjet 10 dhe 17%. Me investimet që po bëhen dhe me dinamikën aktuale të digitalizimit tek ne, në fund të vitit 2025 ne veç se i përafrohemi trendit të rajonit. Kur jemi tek komunat veriore, vitin e kaluar fal bashkëpunimit me Policinë e Kosovës, rikthyem nën kontrollin ligjor të agjencisë materialin arkivor që mbahen nga strukturat e paligjshme në veri që financoheshin e organizoheshin nga Serbia. Me sasinë e dakorduar me Agjencinë Kosovare të Privatizimit për dorëzim në arkiv të materialit të ish-dërmoreve shoqërore në Kosovë, tashmë mund të themi se Agjencia e Arkivave vetëm në vitin e fundit ka rritur sasinë e përgjithshme të materialit për 35%.